derisa kryetari Kasami po shlyente borxhin publik, Bajram Rexhepi zhvatte komunën me kamata për paga që nuk ja kishte paguar ish shefja e tij Teuta Arifi. Po nuk është ironi e as shaka. Sipas dokumenteve të publikuara dje, Bajram Rexhepi e ka paditur komunën dhe ka hapur 7 procedura për përmbarim, për kohën kur ishte këshilltar komunal gjatë qeverisjes së Teuta Arifit. Dhe cili është rezultati? Nga xhepat e qytetarëve të Tetovës ai ka marrë 324.000 denar apo mbi 5.200 euro, nga të cilat gjysma vetëm për kamat. Dhe këto para i janë transferuar pikrisht gjatë qeverisjes së Bilal Kasamit. Pra, nga buxheti me të cilën po mundohej të shlyente borxhin prej 24 milion eurosh të lënë nga BDI-a, Teuta Arifi dhe Bajram Rexhepi. Këta njerëz nuk ngopen. I njëjti njeri që padiste dhe zhvatte komunën që e la borxh deri në fyt, sot kërkon mundësi të tjera të kthehet në krye të saj. Çfarë do të bëj paditësi dhe zhvatësi i komunës së Tetovës nëse vjen në krye të saj? A do t'i ul pagat e administratorëve për 30% siç bëri gjatë viteve 2013-2017 si këshilltar, derisa paratë e tij i kërkon me kamat dhe përmbarues.